Do të ketë ndarje në Mars. Këto janë 3 shenjat e horoskopit me shumë gjasa që do të ndahen në Mars. Shumica prej nesh mezi presin Marsin, sepse ai sjell me vete pranverën dhe shumë ndryshime fal lëvizjeve planetare të Venusit, Marsit si dhe hënës së plot dhe eklipsit hënor tek Dashi. Për disa shenja, megjithatë, muaji pari pranverës nuk pritet të jetë kaq i lehtë, pasi rrezikojnë të japin fund marrëdhënies së tyre përgjithmonë. Binjakët, ju e dini se në cilat fusha marrëdhënia juaj po lëkundet dhe çfarë duhet të rregullohet menjëherë. Ju dëshironi një përditshmëri romantike dhe tjetri është në një univers të tij, edhe pse ai ka shumë ndjenja për ju. Por nuk i gjen në diskutim dhe kjo duhet të ndryshojë. Bëjeni sa më shpejt që të jetë e mundur, jini të sinqert dhe nëse lëndoni njëri tjetrin, kjo është mënyra e vetme për të shmangur një ndarje të keqe. Peshorja, shumë herë ndjeni personin e panevojshëm në dhomë. Edhe pse jeni kujdesur për jetën tuaj së bashku në shumë fusha, duke kërkuar gjithmonë të jetoni së bashku eksperiencat më të bukura, kjo shpesh nuk njihet. Personi tjetër është i përkulur për punën e tij ose për ndonjë problem familjar dhe ju mendoni se po ju injoron. Ju duhet menjëherë të ndaloni së menduari negativisht. Nëse mendoni se ju mungon liria, kjo është çështje tjetër. Është tjetër gjë të jesh i tepërt dhe tjetër të jesh i burgosur. Peshqit. Ndërkohë që ndonjëherë ndiheni sikur nuk po performoni më mirë në marrëdhënien tuaja me njerëzit, kur gjërat shkojnë në mënyrë që dhe ju sulmoni, është fatkeqësi. Po kështu në Mars do t'ju jepet shumë mundësi për të shprehur lidhjen tuaj, por gjëja e fundit që ju dëshironi është të debatoni me burrin tuaj, por ndonjëherë nuk ka zgjidhje tjetër dhe këtë duhet ta mendoni vetë, me shumë kujdes dhe pa u turbulluar gjykimin tuaj me mendime hipotetike që përfshin vetëm skenar katastrofik.